thjesht pjesëmarrës ku janë 50 shtete pranishëm dhe ku janë mase 3000 garues pranishëm, kjo është një sukses i madh, besoj që çdo sportist i Kosovës që ka qenë në këtë garë, ne kemi qenë me 11 garues, po në mesin e 11-ve na kena arriti fitojmë 3 medalje dhe këto medalje janë shumë të mëdha, besoj për shtetin tonë, për Federatën e Kickboksit Kosovës, besoj për familjarët e garuesve tonë, si i artit, si i artorit dhe nartit, besoj këto pa përkrajen e prindve tyne dhe pa përkrajen e familjes, besoj që s'kishim pas edhe suksese, po besoj me përkrajen e familjes dhe me përkrajen edhe të federatës, edhe të Ministrisë Sportit, kemi arritë që t'i kem këtë suksese edhe këta gjithmonë do të jenë krenar që kanë arritë të fitojnë këto medalje, se këto janë medalje, besoj për mua 3 janë të arta. Po nga njëherë, edhe ata sportistë atjerë që s'kanë arritë me fitu medalje, kanë dhënë maksimumin, po kanë njëherë fati sportiv nuk e dënë këtë me fitu, po është e momenti. Po momentet këta kanë pas fat edhe e kanë dhënë maksimumin dhe ta arritën një kampionat, një kupë botërore, siç është kjo, ta arritën të fitosh 3 meqe me knockout. Arti ka fitu 3 meqet me ndërpremje, kjo është një sukses shumë i madh dhe besoj ky ka qenë më me thonë fenomen edhe në kupë botërore aty, se 3 meqet s'mundesh me fitu se edhe ata janë të mirë, edhe ata janë përgatitur. Gjithashtu edhe Artori e ka dhënë maksimumin, Artori është senior, Artori ka konkurrencën shumë të madhe dhe besoj me punën e tina, me angazhimin e tina ka arritë që stëliset me medalje. Edhe Narti gjithashtu e ka pas konkurrencën shumë të madhe, po me angazhimin, me punën e tyne që e kanë bo, në për klubet e tyne kanë arritë edhe suksese.